Kryqi i Kuq Shqiptar në Lushnjë organizoi një konkurs me vizatime me fëmijët e shkollave nëntëvjeçare. Aktiviteti u mbajt në ambientet e Muzeut Historik të qytetit dhe në stendat e krijuara u prezantuan punimet e nxënësve. Temat e punimeve ishin për veprimtarinë e Kryqit të Kuq. Sekretarja e Kryqit të Lushnjës, Luiza Petova, tha se punimet fituese të konkursit do të përfaqësojnë Lushnjën në konkursin kombëtar në Tiranë. Neve sot kemi një aktivitet, por kemi hapur një konkurs vizatimi me fëmijët e shkollave nëntëvjeçare. Ky aktivitet bëhet në kuadër të 8 majit, që është dita botërore e Kryqit të Kuq, dhe të gjitha degët në të gjithë Shqipërinë përgatisin punime, hapin këto ekspozita dhe pastaj punimet më të mira çojnë në Tiranë, ku hapet një ekspozit kombëtare me pjesëmarrjen e të gjithë degëve të Kryqit të Kuq nga gjithë Shqipëria. Edhe sot kanë marrë pjesë këtu nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, të Fotopukës, Lirika Zazi, Skënder Liboova, Kongresi, 4 dëshmorët. I falenderoj të gjithë drejtuesit e shkollave, mësuesit e vizatimit, nxënësit pjesëmarrës se kanë sjellë punime shumë të bukura këto. Shumë nxënës paraqitën punimet e tyre dhe në fund juria vlerësoi fituesit, ku çmimin e parë e mori nxënësja Shire Greca. Po, është një pikturë domethënë me temën e Kryqit të Kuq, ku tregohet ndihma e parë pas një aksidenti me makinë i pasagjerit. Ndjem shumë e kënaqur me këtë, kam punuar shumë për këtë vizatim dhe më pëlqen shumë. Disa fëmijë të Kryqit të Kuq duke ndihmuar fëmijë të sëmbur, duke i shëruar. Të gjithë janë fëmijë. Në 8 maj, punimet më të mira do të përfaqësojnë Lushnjën në konkursin kombëtar të Kryqit të Kuq në Tiranë.